Na thuaj se për këtë protestën në Shqipëri, duket e drejtë apo e pa drejtë? Shumë është e pa drejta, absolut. As u shi tuk, as po shite tuk, as kam shok këtu, folëm ka njëherë, bojmë biseda, që sot e kisha një mekanik, është merë me ndëgjue, këta njerëz që thojnë kondraj Shqipëris, e që janë me, për shembull, me vetëvenduesjen, me Albin Kurtin, është merë me ndëgjuat, thëmë drejtën a. Ma mirë, më thejke së një shqiptar i Kosovës, ma mirë është me shkuna me Rusisi me Amerikë. Ma mirë t'i ke me shku me Rusisi me Amerikë. Imaginua. Këto protesta janë veç me shkatru turizmin Shqipëri. Absolut. Mirë tha ai për para që tha, pëse shkojnë Preshevë, jo pëse shkojnë në Macedoni për shembull me bo protesta. Ka protestat janë të mira. Nuk e përkrohe politikat e Romës ka shumë gabime, okej? Amo, Roma për jashtë... Po, përse për këtë kësaj na duket shumë e pa drejtë. Po, imazhin e Shqipërisë, Roma e ka jashtë, po flasë për jashtë, e ka rritë shumë. Ka shumë gabime, ka normal kush punon edhe gaban. Amo edhe një jeli, për shembull, përzojmë Romën. Hajde përzojmë Romën. Kush vjen? Na i rëzun Kosovë, LDK-n e PDK-n, edhe pronëm Albin Kurtin, që 6 vjetë. Ai që i ka dyku e Kramen, që thej që pare matematikën me njoft, qa u bojë që 6 vjetë Kosovë? Letë nga thot dikush në i thanë që u punu që 6 vjetë, që thej ka rinia. Luksemburg që 6 vjetë u zhvillu, është i pasën Luksemburg, ajo nuk llogaritet. Amo vizioni për 6 vjetë sa ka arrit Luksemburg, për shembull Tromin e ka marru këtë tramvajin. Ka plet Luksemburgu për 6 vjetë e ka rregullu trafikën fantastika. Kurse na për 6 vjetë e ka marru një urë 6 metra. Do drejt faleminderit, po. I heqëm ata, e pronëm këto që na ndodhi,